Në kuadër të fillimit të kreshmës së madhe ortodokse, kryetari i bashkisë Ilir Xhakolli priti në një takim përfaqësues të kishave në qytet dhe fshatrave të Pogradecit, me të cilët shkëmbeu urimet me rastin e kësaj periudhe të rëndësishme shpirtërore për besimtarët ortodoks. Gjatë takimit të zhvilluar u theksuar rëndësia e kreshmës si një kohë reflektimi, përkushtimi e solidariteti. Kryetari i bashkisë Xhakolli vlerësoi rolin e komuniteteve fetare në forcimin e harmonisë, bashkëjetesës dhe vlerave njerëzore në qytet, duke nënvizuar kontributin e tyre të vazhdueshëm në jetën sociale e shpirtërore të komunitetit. Gjatë bisedës u ndalën edhe tek sfidat dhe nevojat e komunitetit, si dhe të bashkëpunimi ndërsjellë për nisma që synojnë mbështetjen e familjeve në nevojë dhe promovimin e vlerave të solidaritetit dhe mirëkuptimit. Në përfundim të takimit u përsollën urimet të përzemërta që kjo periudhë e shenjtë të sjellë paqe, shëndet e begati për të gjithë besimtarët, si dhe shumë dashuri e bashkim në çdo familje. Çdo gjë që ne kemi mundësi për t'ju mbështetur patjetër, edhe unë ju uroj që të kaloni sa më lehtë, me paqe, me harmoni, me gëzim, me lumturi, çdo të mirë në familjet tuaja dhe të gjithë besimtarëve.